Këtë të plotësisht, por kur flasim për edukimin fetar në shkolla ose lëndët e besimit fetar në shkolla, ne duhet ta dimë një gjë. Kur ne jemi pro inkuadrimit të këtyre lëndëve sepse janë etike, janë morale, ne duhet të pajtohemi edhe me faktin që edhe edukata seksuale duhet pjesë e institucioneve shkollore, apo jo? Jo, njëra po e njëra jo, dakord? A je pajtime zotri Dragusha? Jo, ku morë për fushën për lëndën fetar. Po flasim për edhe lëndë të tilla edukuse, sepse nëse mendojmë që feja është lëndë edukuse, duhet me qenë edhe lënda që veç sa po e tha Rone. Po, desa të pjekën kushtet, mendoj që tash populli jonë ka nevojë më shumë për dukurit negative që mund brengosin shumë, sepse fatmirësisht kemi një rini të madhe në Republikën tonë në Kosovë, dhe për ta ruajtur këtë rini, unë mendoj që secila fe kryen funksionin vet. Por, përdesa kemi pritë që 26 vite, unë mendoj që do të kishte me mjaftu një lënda fetare, kur them lënda e mësim besimit, pra po them, nuk e kam qëllim vetëm për fenë islame, por sikur që vepruhet në Bashkimin Evropian që varësisht sa është prezenca e nxënësve në klasë, Ministria e Arsimit ose në këtë rast për shembull çaj kanton ose çaj qytet ja dërgon formularin edhe i pyet prindërit, ai pajtimi që fëmiu juaj ta ndjek këtë lëndë. Ne kemi për shembull